Mos e pini kurrë kafen me stomakun bosh. Kur të mërsoni arsyen do pendoheni. Shumica prej nesh nuk e di nëse një filxhan kafe me stomakun bosh mund të ketë efekte anësore nëse bëhet në mënyrë të rregullt në këtë ritual. Gjithashtu ajo mund ta aplikojë edhe shumë probleme të tjera në shëndetin tuaj. Aftësia për të nxitur mikroqarkullimin dhe për të ruajtur majtjen e lëngjeve do të bëhet më e vështirë. Kafeina ndihmon në uljen e intjeve të trupit, por mund t'ju bëjë edhe më të çlodhur gjatë ditës. Por konsumi i saj me stomakun bosh mund të krijojë efekte anësore në sistemin tuaj tretës, të nxjisë gjithashtu edhe dëmtime të tillë dhe të shkaktojë llohati të forta. Ndaj ekspertët këshillojnë që të mos e konsumoni kafen esëll pa ngrënë asnjë gjë në mëngjes, pasi mund të ndikojë negativisht në çështjet tuaja imunitare dhe të shkaktojë efekte anësore të tensionit të zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Prandaj, sipas Deadline, duhet ta konsumoni pas mëngjesit.